Autoritetet britanike kanë intensifikuar hetimet ndaj Prince Andrew, vëllait të Charlesit të tretë, duke zhvilluar kontrolle në rezidencën e tij në Sandringham House. Lëvizja erdhi pasi në mediat ndërkombëtare u publikua një fotografi e tij duke dalë nga një stacion policie pas një ndalimi që zgjati mbi 10 orë. Andrew arrestuar në ditëlindjen e tij të 66. Në ndryshimet, si gjatë kohës kur shërbente si i dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar mund të ketë përsëritur dokumente konfidenciale qeveritare financiarit amerikan Jeffrey Epstein. Ai u lirua për akuza formale, por mbetet në hetim. Dosjet u publikuan nga autoritetet amerikane, sugjerojnë se Andrew kishte ruajtur kontakte me Epstein dhe pas dënimit të këtij të fundit dhe se i kishte ndarë informacionet mbi mundësi investimi dhe vlerësimi ekonomike nga vende të ndryshme ku kishte udhëtuar në cilësinë e përfaqësuesit zyrtar të qeverisë britanike. Veti shprinci ka mohuar çdo shkelje dhe ka shprehur keqardhje për miqësinë me Epstein. Arrestimi i një antari kaq të lartë të familjes mbretërore konsiderohet i paprecedent në kohën moderne. Ndërkohë mbreti Charles reagoi publikisht duke theksuar se ligji duhet të ndjekë rrugën e vet dhe se hetimi duhet të zhvillohet në mënyrë të plotë dhe të paanshme nga autoritetet. Çështja pritet të rrisë presionin mbi monarkinë britanike, e cila vitet e fundit është përballur me kritika të vazhdueshme për transparencën dhe rolin e anëtarëve të saj në jetën publike.